Besar Saliu është një profesionist i ri dhe ambicios në fushën e teknologjisë së informacionit dhe sigurisë kibernetike. Ai përfaqëson një brez të ri ekspertësh që po ndërtojnë karrierë në një nga fushat më të kërkuara dhe më dinamike të kohës moderne. Karrierën e tij profesionale e ka nisur në fushën e rrjeteve kompjuterike, duke punuar si inxhinier rrjetesh. Megjithatë, pas një periudhe përvoje dhe zhvillimi, ai vendosi të orientohet drejt sigurisë kibernetike, një fushë që kërkon përkushtim të lartë, përgjegjësi dhe njohuri të avancuara teknike. Ky drejtim u bë edhe fokusi kryesor i zhvillimit të tij profesional. Sot Besari është i punësuar në një kompani ndërkombëtare me seli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku punon në departamentin e sigurisë kibernetike. Ai ushtron këtë rol, duke bashkëpunuar me ekipe ndërkombëtare dhe duke kontribuar në mbrojtjen e sistemeve dhe të dhënave nga kërcënimet kibernetike. Paralelisht me angazhimin e tij profesional, ai është pjesë e një projekti të përbashkët me një bashkëpunëtor nga Shtetet e Bashkuara, i fokusuar në mbrojtjen e të dhënave dhe rrjetin e sigurisë së informacionit. Ky projekt reflekton përkushtimin e tij për të qenë aktiv jo vetëm në punë, por edhe në iniciative që sjellin vlerë në nivele më të gjerë. Në aspektin e kualifikimeve profesionale, Besari ka arritur të ndërtojë një profil mbreslënës. Ai është i certifikuar me shumë sertifikata. Zotëron rreth 14 sertifikata profesionale në fushën e teknologjisë së informacionit, të cilët dëshmojnë për përkushtimin e tij ndaj mësimit të vazhdueshëm dhe zhvillimit profesional. Ky kombinim i njohurive teorike dhe përvojës praktike e bën atë një profesionist të kompletuar në fushën e tij. Përveç angazhimeve në teknologji, Besari është gjithashtu i përfshirë në biznesin familjar, ku luan rolin e menaxherit të një lokali të kafenes. Një biznes me mbi 8 vite aktivitet. Ky angazhim tregon aftësitë e tij menaxheriale dhe balancimin mes botës së teknologjisë dhe sipërmarrjes. Me një profil të tillë dhe me një përkushtim të vazhdueshëm ndaj zhvillimit, Besar Saliu synon të vazhdojë rrugtimin e tij në fushën e sigurisë kibernetike, duke kontribuar në mbrojtjen e të dhënave dhe sistemeve në nivel ndërkombëtar. Ai përfaqëson një shembull të qartë se si pasioni, puna dhe angazhimi mund të ndërtojnë një karrierë të suksesshme në një botë gjithnjë e më të digjitalizuar. Përshëndetje Vale, si je? A e mirë? Mirë. Kafe? Sa kafe mirë. Unë jam Besar Saliu, studioj në fakultetin në Universitetin Nën Tereza në Shkup, në drejtimin shkenca kompjuterike dhe inxhinieri. Sa bukur, ja pra, na tregohet se në çfarë drejtimi je dhe ka dhe shumë të ri apo jam gabim, apo je në një numër pak më të vogël? Gjenerata e re zakonisht ka një numër më të madh, sidomos në pjesën e IT-s, shkaku se ka më shumë potencial dhe ka më shumë shanse për punësim dhe ka më shumë oportunitet për të ardhmen. Në çfarë fushe punon aktualisht Besari? Besari aktualisht punon si cyber security analyst, ashtu është pozita ime, është një kompani ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe punën e bëj remote. Zakonisht bëj monitorimin e incidenteve dhe shikoj se si mund çfarë hapa të marrim, si t'i mbrojmë ato. Mirë, po çfarë lloji pune bën në këtë kompani ndërkombëtare, ke ndonjë kështu pozitë ose funksion? Po, cyber security analyst është për sigurinë e sistemeve që mos zakonisht kur kemi ndonjë sulm, ne jemi aty për t'i mbrojtur të dhënat e klientëve. Wow, a jeni në numër shumë apo kjo ky vjet? Jemi një numër i madh ku edhe pjesa e kemi afërsisht përmi 5.000 pajisje që i mbrojmë. 5.000 kompjuter server që them më qartë. Mirë, Besar, a këtë punë e bëni virtualisht në punë online apo keni edhe takime të shpeshta? Këtë punë e bëjmë online, është remote dhe meeting, mbledhjet zakonisht i mbajmë meeting edhe meeting online, që kjo është një plus shumë sepse puna remote edhe pjesa e sektorit të IT-s jep shumë mundësi të punojsh jashtë vendit tënd nga vendi yt. Besar, më trego cilat janë disa nga certifikimet kryesore që i zotëron momentalisht? Kam gjithsej 17 certifikata ndërkombëtare edhe këto janë, ku jam certifikuar online, por më të rëndësishmet janë si CCNA, CCNP dhe CEH,
që është Certified Ethical Hacker, ku edhe kjo më ka dhënë mundësinë dhe pozitën e punës që e kam aktualisht. Në cilën fushë e ke filluar karrierën dhe pse e ke ndryshuar drejtimin tënd? Hajde më Karrierën time e kam filluar si network engineer, ndërsa e kam ndryshuar shkaku i certifikatave dhe kam pa që si cyber security ka më shumë mundësi për punësim dhe e kam pa se është më shumë e nevojshme. Do me thonë është sektor që kërkohet më shumë, për shkak se gjithçka digitalizohet dhe gjithçka që digitalizohet duhet të mbrohet njëkohësisht. Me kë bashkëpunon në projektin tënd tani aktual që e ke dhe në çka fokusohesh? Momentalisht jemi duke punuar në një projekt me një shok që jeton në Shtetat e Bashkuara të Amerikës, është shqiptar dhe ai dëshiron të kthehet në këtë vend dhe të investojë për arsye se ka pasur që ka shumë potencial edhe këtu dhe përshëndes edhe në intervistë flamurin. Momentalisht jemi duke punuar në një projekt që është për sigurinë e sistemeve, për mbrojtjen e të dhënave dhe monitorimin e të dhënave. Në rast se ka ndonjë incident, të na shfaqet një alarm se dikush është duke tentuar për t'ju hyrë në sistem. Por jemi ende duke punuar. Cilat cilësi mendon se të ka ndihmuar Besar për të arritur këto suksese në një moshë kaq të re? Mendimi im është se puna e pandashme, posaçërisht që kam qenë i zënë me punë, posaçërisht që ka deshur që të shkoj në fakultet, kam darë kohë për studime, kam darë kohë që të certifikohem dhe me certifikimet më është dhënë mundësia edhe në fushën ndërkombëtare. Si mund të balansohet puna profesionale e ytja me angazhimet në biznes familjar? Balancimi ndodh më shumë tek menaxhimi i kohës. Në momentin që ditë të menaxhosh kohën dhe ti ndërlidhesh punë, të caktosh një orar paraprakisht dhe ditë se çfarë do bësh nga sot nesër, kjo bëhet gjithçka e lehtë. Do me thënë gjithçka nga menaxhimi i kohës dhe besoj që unë kam këtë veçori që di të menaxhoj kohën shumë mirë, di kam kohë edhe të punoj, edhe të studioj, por ashtu edhe të punoj si cyber security analyst. Do me thënë ti bëj di punë të njëjtën kohë edhe të vazhdoj me studimin. Cili është synimi kryesor i Besarit për të ardhmen? Hajde më thuaj. Synimi im kryesor është që të hap dyer, të hap rrugë për rinin që do vjen pas meje, edhe pse unë jam ende i ri, por që të ketë sa më shumë shanse që të kenë edhe kolegët e mi se në të ardhmen që të vazhdojnë në të njëjtën profesion, që mos të dëshpërohen, me një fjalë me hap rrugë më shumë për rinin, për bashkëmoshatarët e mi. Çfarë mund të mësojnë të rinjt e tjerë nga rruga e yta profesionale? Të rinjt e tjerë nga puna ime profesionale mund të mësojnë që t'i besojnë procesit së tyre, mos të dorëzohen dhe të studiojnë sa më shumë, të ndajnë kohën, të menaxhojnë kohën, se kur nuk është kur. Kur jep mundin dhe pa tjetër që do të shpërblejësh një ditë. Mirë, Besar më trego, ne folëm deri tani për pjesën tënde profesionale, po na thuaj diçka për kafeterinë tënde të ëmbël të vogël. Shiko, në kafeteri... Pre cilës moshë ke filluar dhe si e menaxhon? Se je i ri dhe e menaxhon mirë. E kuptoj, po kjo është... I bën kafet më të mira. Kjo është një ndër pyetje që e preferova më shumë. Kam filluar nga mosha 15 vjeçare, që 8 vite që punoj në kafeterinë. Është biznes familjar normalisht, me ndihmën e prindit, babait që më ka dhënë shumë suport dhe tani punën në kafeterinë nuk e marr si presion, por e marr si një relaks. Se kur isha më i vogël, punën e kafeterisë e merrsha më shumë si presion, por në momentin që kam pa dhe mu ka dhënë kjo pozita si cyber analyst, aty kam më shumë presion. Dhe tani me shumë pres momentin kur të vi te kafja, të pi një kafe, të relaksohem, sidomos në qashin e vjetër të Shkupit, takohem me shoqërinë dhe kjo është një ndër privilegjet më të mëdha të mia, që ndoshta edhe pse jam ky që jam nga kjo që kam punuar nga mosha e re, edhe kom shpenzuar shumë kohë me punë. Dhe shkallësitë komunikuese janë me klientët që i ke. Kjo definitivt. Që kjo është numër 1 për profesionin që do ta bësh edhe je duke e bërë. Aktualisht po. Kjo më ka ndihmuar shumë sepse nëse punon remote je më antisocial, ndërsa kjo puna e kafeterisë që e kam më ka bërë më shumë social me njerëz, me shoqëri dhe flas shumë, nuk kam turp.